Dashuria e tij e parë dhe më e madhe ishte atdheu. Përvoja e gjatë dhe aq e pasur nga angazhimi i tij politik ishte shumë e dukshme tek ai, kurse shumë e dobishme për ne që e kishim. Një vit pas largimit të babit nga kjo botë, jemi mbledhur këtu për të kujtuar jetën dhe veprën e tij. Një vit më parë humbëm një njeri që nuk ishte vetëm baba ynë, por ishte pjesë e historisë së këtij vendi. Një jetë e tërë e vendosur në shërbim të lirisë, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Babai ynë në vitet e errta të pushtimit kaloi vitet më të bukura të rinisë së tij në burgjet serbe, jo për ndonjë faj, por sepse guxoi të ndërronte një Kosovë të lirë. Në ato kohë, ai nuk kishte as familje të ngushtë, të krijuar e as fëmijë të lindur. Nëna jonë nuk kishte mbërritur ende ta ndante jetën me të. Dashuria e tij e parë dhe më e madhe ishte atdheu. Edhe ne, si fëmijë, mësuam që në vogli se liria që gëzonim nuk ishte e falur, por e fituar me shumë gjak, dhimbje dhe durim. Ja ku bë një vit nga vdekja e Ali Lajçit, veprimtarit shqiptar, politikanit aktiv që u nda nga ne me 28 prill 2024. Në historinë politike moderne të Kosovës ka një gjenerat të aktivistëve politik që rëndom u janë referuar si brezi i të të njëshit. Ali Lajçi i takon të pikrisht kësaj gjenerate, historia e së cilës shtrihet në 3 periudhe. I lindur në Male i Trugovës, 7 vite më parë, më 3 janar vitit 1955, Ali Lajçi ka qenë politikisht aktiv gjatë gjithë jetës së tij. Në demonstratë e vitit 1981, Ali Lajçi u shqua si veprimtar politik. Pas luftës, Ali Lajçi ishte kryetari i komunës Pezë mes viteve 2001 dhe 2007, kurse pas kësaj ai u zgjodh deputet në Kuvendin e Kosovës në disa legjislatura. Me Ali Lajçin jam njohur dhe kam bashkëpunuar kur ai na u bashkangjit si deputet i lëvizjes vetëvendosje në Kuvendin e Republikës, mirë po përvoja e gjatë dhe aq e pasur nga angazhimi i tij politik ishte shumë e dukshme tek ai, kurse shumë e dobishme për ne që e kemi. Ali Lajçi tashmë njihet nga disa breza se ishte në krye të demonstratave të vitit 81, që ishit kthes e madhe në historinë tonë të re të përpjekjeve për liri e bashkim. Pas luftës qeveritare e drejtoi PEN 2 herë dhe pastaj vazhdoi deputet në Kuvendin e Republikës. Në kohën kur u nda nga jeta, ishte antar i kryesisë së burgosëve politik të Kosovës.